S'po di, po më thotë që ju privilegj. Fitojmë me herë humbim, Çe sa i komu po në privilegj. Tash do t'ja dhap të drejtën të gjitha personalet. Po deri. Çe Fatime, ta shpjegoj një send. Unë i kam pas një mandat jam qenë zëvendës drejtor. Pe 2000-s kam qenë në TK. Domethënë 23 vjet kam punuar në TK. 2 mandate kam qenë, një mandat zëvendës drejtori i përgjithshëm, 2 mandate të plota drejtori i përgjithshëm, edhe një mandat zëvendës drejtor. I kam kry mandatet. Po i kom kry privilegje. Ja, s'ke mujt më me gane. Unë di se s'ke mujt më me gane. Jetës nuk i diket. Jetës privilegje që i kom pas, i kom kry. S'ka më shka. Një jetë drejtër pas taj s'tuk e televizit është goxaron. Jo, një konë qëtë kontrat binin, pej 2007-ës. Jo, nështë kurse ke një ofte edhe unë po të më bënd të drejtër vazhdimisht dështë atë të isha bërë. Kur del ke rrugë me Fatima, folja dhe në përse na e morë kohën se mentori ka kry mandatet, do mos pa u pas një privilegje. Ja ka qitë pi. Po çfarë ti bësh? Sa përfundojnë mandatin? Mandatet, kos kryen. Lëvizja vetëvendosje, lëvizja vetëvendosje. Zemër, a von tash më tregu diçka? Me qenë drejtori RTK-s është pozita më kot që mundesh me pas sot. Jo, se mendoj. Edhe sikur të kish pas mundësinë se besoj që mentori do të ishte aty. Prandaj ka qëndruar një herë drejtor, një herë drejtor, sepse e kanë degraduar politika buxhetin e ka ecë mirë të Po te ka ecë shumë mirë të këja, prandaj ka qenë 4 mandate ose 5. Vazhdo se qime se besh po të llohet e ndekull. Lëvizja vetëvendosje. Kam përshtimin që të pak kanë mbetur njerëzit që vazhdojnë të besojnë RTK fatkeqësisht. Lëvizja vetëvendosje. Që hallo shkojnë ka njerë, edhe që ditë na. Jo, po me gjithatë televizioni publik e bën diferencë, nuk se shkojnë Bash metale këtë se kam shumë respekt për kolegët që aty mundohen bëjnë vend mirë. Por çështja e televizioneve publike është e tejkaluar në çdo kohë në botë, edhe në rajon. Duhet të rikthehen si servis i programacionit kulturore të tjera dhe jo si shërbim ndaj imponimit politik se. Nuk e bëjnë, realisht nuk e bëjnë. Nuk e bëjnë të gjë. Nas në rrethon, ka panel balans të gjitha ngjyrave. Tash veç pse jemi në një studio tjetër televizive, hajde mos ti kritikojmë politikën. Se unë jam kanë RTK ti se kanë atë. Jo, unë jam, ti ke qenë unë jam, pra më vjen edhe mua se di nga brenda. E di nga brenda, nëse kam lef nga jashtë, është çështje tjetër. Unë kam shkuar në një situatë tjetër ku nuk kam lef për asnjë palë aty. Prandaj nuk mendoj që është mirë ta takohet televizioni publik nga një studio